Viti i ri kinez ka trokitur dhe e gjithë popullsia kineze ka nisur festimet për vitin 2026, ki eshte viti i kalit të gjarit. Ndryshe nga pjesa tjetër e globit, ki vit bazohet në kalendarin henor. Kali i gjarit konsidon njëherë në 60 vite, duke shele energji intensive. Ki kombinim i ralli në kupton pasion, liri dhe transformim të shpejtë. Sot do të shohim parashikimin e detajuar nga Burbukes Pahiu Lukačević. Per kalin, ki është viti i tyre i lindjes. Do të jeni shumë optimiste dhe do të keni energji pozitive gjatë gjithë kohës. Duhet të gjeni shumë të kujdesshëm në detajë për të shmangur ke kuptimit. Përgatituni për disa vështirësi të vogla financiare. Numrat tuaj me fat gjane du 37. Në gjirat ke do gjushqellin fat gjane e verda dhe gjeshilgja. Gjini të hapur me familjen. Per shëngjën e miut, ki vit do të gjete plot sfida. Do të kete ndryshime të medhanës do aspekt të gjetes tuaj. Ndryshimi ka ane e tigje pozitive, si blergja e nje makine apo nje pronetere. Por tregoni kushdes me lodjen e tepert. Shmangni reziket e pa justifikuara, numrat me fat, 2 dhe 3, ngjirat tuaja, blu, gold dhe gjeshile. Personat e shenjës se bualit njihen për zel, besueshmeri dhe forqe. Ki vit do të jetë mjaft sfidues për ju. Duhet të jeni të kujdesshëm me marrëdhëniet. Shmangni debatet me kolegët dhe mos hini garant për parate i të qereve. Lajmi i mirë është se i gjithë do ju ndihmojnë të ktheni rreziket në siguri. Numrat me fat, ende qarë, ngjyrat bardhe, verde, gjeshile. Viti do tizën sepsënqis është mjaft i mire për tigrin për shkak të harmonise me shenjën e kalit. Fati do jetë imbari. Karriera juaj do të lulezoje. Do të keni mundesi rritjeje në detyre dhe rritje të pagjes. Gjini vigilante. Në vitin 2025 do të keni rritje të shërmit dhe mund të takoni shpirtin bingjak. Energjia juaj do gjeti në rritje. Shenja e lepurit është e butë e këte dhe shume e përgjegshme. Ki vit do të jete shume pozitiv për ju. Shfrytëzoni energjinë për të realizuar ndryshime të mëdha. Të martuarit mund të keni gëzimin e nje anetari të ri. Gjini të kujdesshëm me shëndetin dhe mos e të proni me gjetën e natës. Numrat 3, 4, 6. Ngjyrat kuke, roze, legjla. Personat e shenjës se dragojit artë guksimshem dhe të vendosur. Do të keni nje perspektive të shkelkjer financiare. Viti është i shkelkjer falendihme se personave fisnike, por mos shpenzoni pa fre, ruani këtë sine. Gjarë pri do të kete fat të madne karriere. Talenti juaj do të vihetre nga e proret për promovim. Gjini modeste për ta shmangur shelozine. Fatin e dashuri nuk do të jetë shume i favorshëm këtë vit. Mos kërkonite pasuroheni brenda nates. Numrat me fat, do atë dënoj, ngjyrat e kuke dhe e verdi. Perdine ki është nje vit i mrekullueshëm ko e premton shume. Gjeni ne harmoni të plote me vitin e kalit. Fati do gjun gje kenez do hap, vesanerisht në muajin shkurt, maj dhe tetor. Beni hapata me dhenq. Gjenime me vete besim dhe kurajoze. Vetem kështu mund të mërni surpriza dhe lajme të mira. Per majmunin fati mund të gjete në renie. Do ju duhet të mbështeteni vetëm tek veçja dhe të punoni fort. Një yll fatqelis do ju ndihmojë në fushën e studimeve. Bekaret kanë shanse për lidhje të reja. Respektoni ligjin për të shmangur problemet. Numrat me fat, fire dhe nyde, ngjyrat, bardhe, blu dhe gold. Gjeli do të jetë i bekuar këtë vit. Do të keni ndihmen dhe mbështetjen e njerëzve të çmuar dhe fisnike. Do të keni mundësi të shkelkira promovimi, por rini larg njerëzve dashake dhe tashe temeve.
Jeni charmante dhe elegante, te ardhurat do të rriten. Numrat fejnë seve atë. Ngjyrat gold, kafe, verdhë. Vini sigurinë tuaj në plantej pare. Edhe me disa pengesa, viti premton sukses dhe shumë frimezim. Numrat tuaj me fatëgjane 3, 4 dhe 9. Ngjyrat e kuke, gjeshile dhe legjla. Fat të mbare. Pas një viti të vështirë, fati i derit do të përmirësohet ndjeshëm fale personave fisnike. Të martuarit do të keni lidhje të këndryshme, ndërsa për bekaret viti do të jetë shumë premtues. Kujdesuni për shëndetin e të moshuarve, numrat me fat do 5-8. Ngjyrat verde, gri, kafe, gold. Ki ishte parashikimi i plotte për vitin e kalit të zgjarit. Ju urojmë fatdhembaresi në çdo hap. Miru pafshim.